Ajo që ka ndodhur përmbyllë që e kthejmë edhe një herë, po pastaj ka ndodhur kushtrim në aspektin kështu të përgjithshëm me këto rezultate, që kemi thënë prej raundit parë, para raundit parë me 12 tetor, nuk ka me pas fitues absolut të zgjedhjeve. Dhe kështu po ndodh në terren, kjo është mirë. Pra ka një shpërndarje pushteti, dhe elektorati në Kosovë baraspeshuar. Absolutisht, elektorati në Kosovë din me votu, që kemi thënë çdo herë, nuk jep 100% të dikush ose nuk jep shumicën të dikush, dhe sot kemi një shpërndarje tepër të mirë të pushtetit. Si bie me komunat e një? 7-7-5-5. 7 i ka vetëvendosje, 7 i ka LDK-ja, 5 i ka AK-ja. Domethënë, po vetëvendosja... Gashi, dëgjoj këtë. Lutem, ta përmi 7 i ka LDK-ja, tani 7 i ka vetëvendosja. Nashta ka shku me asamblejista dhe me në alfabet, nashta ka shku, okej. Po plus edhe me kryshtetin. Me kryshtetin kjo ka sens. Vetëvendosja ka Podrevën, Shtimen, Kamenicën, Obilicin, Fush Kosovën, Mitrovicën, Jugo dhe Gjilanin. LDK-ja është në Prishtinë, Pej, Lipjan, Istok, Dragash, Jonik dhe Viti. PDK, Prizren... Joniku është kry me LDK, po? Joniku është me vota diasporët të vendosët, po prin LDK-ja aktualisht, Ruzdi Sheju. Dhe Viti, në PDK është Prizreni, Skendere, Kaçaniku, Ane, Elezit, Ferizaj dhe Drenasi, që këthejet Ramizat Drovzi, s'ka ku shkon. Drenasi nuk është për momentin zyrtarisht. Qysh? Zyrtarisht. Këthejet se s'ka ku shkon, këthejet në PDK. Dhe AK-ja është Deçan, Suarek, Ravec, Gjakov dhe Klin. Pra, nga kjo çfarë mund të konkludojmë është që ka 2 ose 3 komuni ka humbur. PDK-ja që kanë shku tek vetëvendosja, një pjesë dhe LDK-ja po ashtu që pra këto humbje që ka përjetuar LDK-ja dhe PDK-ja kanë shku në vetëvendosje. Dhe vetëvendosja ka barazu tash, nëse e përmbledhim se kush është fitues nga 4 në 7 del të jetë vetëvendosje në komunë. Nuk ka diskutim, po në këto që kanë bajt, që për mu rezultate mirë është edhe LDK-s. Absolutisht, fitore në Prishtinë, Pej, po ka balans. Pra, në një farforme kemi një balans dhe kjo është mirë, çfarë ka ndodhur.